përshëndes me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Zotit qofshin mbi ju inshallah. Lusim Allahun e madh, Zotin e Arshit të madh, Zotin e gjithësisë, nga ky vend, nga kjo xhami, nga ky vend në të cilën madhërohet dhe adhurohet Allahu Dhul Jalal, që Allahu Ramazanin ton, agjerimin ton, veprat tona gjatë muajit të madh të Ramazanit, Allahu Jalla Jalaluhu kabul dhe makbul gjithve inshallah. Sot jemi në ditën e madhe, në festën e madhe të Fitr Bajramit. Fitr rjedh në gjuhën arabe prej fjalës aftar, që do me thonë mas një kohë që kemi qëndru pa ushqim, mas një kohë që kemi qëndru pa pije, të rështuar në safet e Ramazanit, vjen koha aj Allah i cilit ka thonë mos me hangër, mos me pi, sot thot ta manifestojsh këtë gëzim me haje dhe pije, me vizit dhe me nder dhe respekt të atyre që i ki në rrethin tanë, që i ki e prej afërme të familjes, prej afërmive që i ki në lagjën ku jeton dhe në qytetin ku jeton. Disa dietar kanë thonë, Idul Fitr, Fitr Bajrami do me thonë, me ja mundësue fukaras që mos ta nije ngushtesën sot. Andaj për atë arsye feja islame e ka thirë agjëruesin që t'i dërgon fitret e veta deri te nevojtarët, deri te ata të cilët ndoshta në Ramazan e kanë hetu unsien bashkë me familjarët e tyre. Sot feja islame, sot muslimanët, për ta tregue dignitetin e vetë të Allahu Dhul Jalal, dorëzojnë fitret të fukarat, për të solidarizu, për tregu se jemi afër, pa marë parasysh se çfarë kategorie ekonomike jetojmë, jemi afër të njëri tjetrit, ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minuna kal bunyan, besimtarët janë si një objekt, yashuddu ba'duhu ba'da, e majnë, e forcojnë njëni tjetrin, ja zgjatin dorën njëni tjetrit, nuk e lojnë me ra prej safit njëni tjetrin. Andaj feja islame është fe e madhe, gjigante, e cila nuk i haron asnjëherë të gjitha shtresat dhe kategoritë e njerëzve. Sot jemi në një nga dy festat e mëdhaja të muslimanve, limithli hadha falyafrah, thot Allahu Dhul Jalal, dhe për këtë ditë dhe për këto vepra të cilët i keni bë, gëzohuni o musliman, ne të gëzohet shpirti i çdo muslimanit, ne të gëzohet shpirti i çdo besimtarit sot kur ata e festojnë këtë festën e madhe. Andaj në emrin tim, në emrin e vëllezërve dhe kolegëve që kanë shërbejnë në këtë xhami, në emrin e kryesisë së xhamisë, ja urojmë të gjithëve këtë festë, me shpresë që Allahu të na mundsojë inshallah dhe shumë Ramazane tjera të arim në mirësi inshallah. Ndërsa mesazhi jem që do të jetë sot deri te antarët e kësaj xhamie është fjala Allahu Dhul Jalal në surën Mu'minun, surja e besimtarve. Sot besimtarët këtë gëzohen, sot besimtarët këtë ja urojnë njëri tjetrin këtë festë të madhe, ndërsa Allahu Dhul Jalal i ka thonë qad aflahal mu'minun, dijeni se të shpëtuarit janë besimtarët, ndërsa në këtë kontekst Allahu Jalla Jalaluhu tha qad aflaha man tazakka, ka shpëtu edhe ai i cili nuk i ka haru besimtar të tjerë, nuk i ka haru edhe të varfurit, e kanë zerë sadakatul fitrin. Andaj sadakatul fitri është obligim për çdo musliman gjallë, për çdo musliman që bart në veti shpirt,
për të qenë prej të atyre kategorive që do të shpëtojnë këtë dunja dhe në botën tjetër. I përshkrujti i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu cilësite e këtyre besimtarve që e japin sadakatul fitrin, pasi që e realizojnë agjërimin e muajit Ramazan, ju garantoj shpëtim këtë dunja dhe në dunja në arshme. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët gjithmonë kur e realizojnë namazin janë në kulminacionin më të lartë të frikës ndaj Allahut Dhul Xhelal, të koncentruar në adhurimin që e drejtojnë Allahut, të koncentruar në lutjet që e drejtojnë Allahut, të fokusuar në atë të cilën e kërkon i madhi Zot. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, këto besimtar të cilët janë të shpëtum këtë dunja dhe janë të shpëtum në dunjan, në botën e arshme, ata nuk kanë kohë për me bon loja, ata nuk kanë kohë për me bon trika, ata nuk kanë kohë që të miren me sendet e kota, largohen nga sendet që nuk ka dobi për insanin e aspak të këtë dobi për muslimanin. Walladhina hum lizzakati fa'ilun, dhe ata gjithmonë kur vjen koha për ta nxjerrë zakatin, kur vjen koha për ta përkujtuar nevojtarin, kur vjen koha për të qenë afër jetimit, për të qenë afër atij i cili është skamnor, afër atij i cili është me telashet e kësaj bote, është afër gjithmonë pranë atij i cili është me ngushtesat dhe sfidat dhe telashet e kësaj bote, ato ja zgatin dorën e humanizmit dhe janë afër atyre. Walladhina hum li furujihim hafidhun, ata gjithmonë janë më të ndershmit, ata gjithmonë janë më shembulltir në aspektin e namazit dhe e ruajnë namazin e tyre, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ata gjithmonë qëndrojnë pranë familjarëve të tyre, janë afër grave të tyre dhe nuk kërkojnë jashtë asaj namazit të tij asnjësen tjetër. Faman ibtagha wara dhalik fa ulaika humul aadun. Edhe ai i cili e te i kalon atë të cilën Allahu ja ka dhënë prej namazit, prej nderit dhe pastërtijes, shkon më të tje, ata e kanë te i kalu kufinin Allahut. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ata gjithmonë e ruajnë emanetin që ja u ka dhënë Allahu, e ruajnë atë të cilën e kanë në pronën e vet, atë të cilën ja u ka dhënë në korrespondencë Allahu Dhul Xhelal, dhe e çojnë emanetin në venin e vet, te kategoria e atyre që ju takon emaneti. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, dhe pasi që ata realizojnë Ramazanin, ata nuk e harojnë Allahun, e përmendin Allahun duke e ruajt kohrat e namazit, kujdesen për namazin. Ulaika humul warithun, dhe këto janë trashëgimtarët, këto janë ata të cilët e trashëgojnë nga Allahu Dhul Xhelal atë senin më të mirë që Allahu ja u ka premtu besimtarve, gjë që është më e shtrenjtë që muslimanët e blejnë me shpirtin e vetë. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna. Allahu e blejnë me shpirtrat e muslimanve, ban tregti Allahu Dhul Xhelal me besimtarët duke ju dhonë ative xhennetin. Ulaika humul warithun, ata janë trashëgimtarët të cilët e trashëgojnë alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, dhe ata e trashëgojnë nga Allahu xhennetin për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa idha sa'altumullah fas'alullaha al-firdausa al-a'la. Dhe kur ta lipni nga Allahu xhennetin, kërkoni nga xhenneti kategoria në më të mirë, kategoria në më të lartë të xhennetit është Firdausi. Kërkoni nga xhenneti të jeni nga banorët e Firdausit, ndërsa po që don edhe ije prej atyre që kërkon nga Allahu, realizoi cilësitë e atyre që Allahu dha garant që do të jenë në ditën e Kiametit prej të shpëtuarve. Tha Allahu Dhul Xhelal: a doni të shpëtoni, agjëroni Ramazanin, a doni të shpëtoni, jepni zakatin, a doni të shpëtoni, falni namazin, a doni të shpëtoni,
bohuni musliman me zveti, që do të kujdeseni për këtë objekt të madh që e ka emrin Islam, duke e nderu, duke e kujtu, duke o solidarizu dhe duke o mbajt si një trup njëni me tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, el mu'minuna kal bunyan, tha musliman tha se janë si një objekt. Në ajetin tjetër tha kel jasad, në hadithin tjetër tha kel jasadil wahid, tha është si një trup, idha shtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasad. Tha kur ankohet një pjesë e një trupit, të gjithë trupi tha nuk fle, nuk bëhet rahat. Në qovë se një musliman nuk është rahat, nuk janë rahat këtë muslimanët. Sot duhet t'i kujtojmë edhe muslimanët të cilët janë në momente të vështira kur ne gëzomi, ata atje në Mesgjidul Aqsa, atje në Gaze, ato atje kudo që gjindën në për Kinë, apo atje ku gjindën ata në për Filipin, apo ato që gjindën në për Tajland, apo që gjindën në Kashmir, apo gjindën kado që gjindën, të kujtojmë edhe ata dhe të lusim Allahun Dhul Gjelal, që Allahu t'ja mundsoje edhe ata të festojnë këtë ditë të madhe të festës të Fitr Bajramit. Lusim Allahun Dhul Gjelal me 99 emra të bukra dhe cilësitë e larta, që muslimanët kudo që jenë dhe kanë konflikte dhe kanë telashe, Allahu t'ja u leton ja Rabbel Alamin, t'ja u mbulon varat dhe ato belate veta dhe t'i largon nga çdo e keqe ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu rinien ton në Islam të udhëzon, plegjve ton të jep ymër të gjatë dhe shëndet të plot, të smundit që janë në për spitale, që sot nuk janë pran familjarve, Zotit i shëron ja Rabbel Alamin. Ata që janë në gurbet, që nuk mund të shijojnë gëzimin e Fitr Bajramit, Allahu me familjarë të vetë t'i bashkon ja Rabbel Alamin. Ata kudo që jenë atje në gurbet, nga çdo e keqe t'i mbron ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu, po që ka sot, po themi sot, kur është dita e Fitr Bajramit, kur fitohet xhenneti Allahut, me pajtim të muslimanve, me zgjatjen e dorës njëri tjetrit mes muslimanve, në qovë se ka dikush që është i idhrum, Allahu t'i pajton. Andaj puna e parë që sot duhesh ta bësh, është t'ja zgatish dorën muslimanit, t'ja zgatish dorën edhe atij që mendon që t'ka bo padrejtësi, t'ja zgatish dorën edhe atij i cili nuk t'ka vizitu, t'ja zgatish dorën edhe atij i cili nuk t'a ka qil telefonin, t'ja zgatish dorën edhe atij i cili kur e kiftu nuk t'u ka përgjigj ftesës tande, t'ja zgatish dorën edhe atij që mendon se t'a ka hangër hakin. Zgatja dorën se rizaja Allahu Gjelle Gjelaluhu është në pajtimin e muslimanve. Lusim Allahun që t'i pajton çdo të idhrum ja Rabbel Alamin. Të vizitoni o vëllezër, o xhamatli, të vizitoni njëri tjetrin, se sot është dita e vizitës, sot është dita kur duhet t'i majmë lidhjet farefisnore, duhet t'i kontaktojmë dhe t'a mbajmë atë litarin që i kemi mes neve dhe të Allahu Dhul Gjelal. Kush e kput, kush nuk e zgat dorën sot që të pajtohet me atë çka u ka idhru, ne ta dije se sot se ne knaq Allahu Dhul Gjelal. Knaqësia e Zotit është sot në pajtimin e muslimanve, në vizitën e njëri tjetrit dhe në zgjatjen e dorës në mesin e krejt besimtarve musliman. E sidomos me ata që nuk flasin me bab, nuk flasin me nan, nuk flasin me vlla, nuk flasin me motër, me daj, me miq, me teze dhe me hall. Nuk mund ta kënaqin Allahun. Ramazani ative jetë në tokë, nuk ngritet te Allahu Gjelle Gjelaluhu, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, as-silatur rahim muallaqatun bi arshir rahman. Tha lidhshmëria familjare, akraballoku, tha është i lidhum të arshi i Zotit. Tha yaqulu ya Rabbi, thot o Zoti jem, iqta' men qata'ani, thot këpute nga mëshira jote, ai i cili më ka këput mu nga familjarët e tyre. Dhe sil men wasaleni, dhe ai i cili e ka vizitu familjen, dhe ai i cili ka shkuja ka trokit derën familjes,
mere në mëshirën tande. Lusim Allahun xhalleshanu që Allahu me mëshirën e vetë na kaplon inshallah. Tash është koha që ne duhet ta falmi inshallah së bashku krejt namazin e Fitr Bajramit. Namazi i Fitr Bajramit, xhamati jem i dashur, gjithmonë e kemi cek dhe e kemi përkujtu njëri tjetrin se si falet. Sot është turb dhe marrë me thonë se s'di ta fali. Sot çdo musliman duhet të jetë me gatishmëri me ja fal namazin e muslimanëve, dhe s'duhet të thot se unë nuk e di, pasi që i dim emrat e politikanëve, pasi që i dim emrat e sportistave, pasi që i dim emrat e sendeve të kota, pse mos me e ditë edhe si me fal namazin. Bohët një jetë për ta fal për i zatë Zotit duke u kthi ka kibla, duke u bo tabi imamit, mirët tekbiri i parë, lezohet subhaneke, deri në fund, pastaj mirën tre tekbire duke ngrit durt Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pastaj imami lexon surën Fatiha dhe lexon një pjesë të Kur'anit çka Allahu ja mundson ta lexon. Pastaj shkon në ruku, pastaj shkon në sejdë dhe çohet për në rekatin e ditë. Në rekatin e ditë lexon Elhamin, pastaj lexon një pjesë të Kur'anit. Pastaj merr tre tekbire, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pastaj me 4 tekbir shkon në ruku dhe përfundon namazi 2 rekat të namazit të Fitr Bajramit. Dhe kështu falet edhe namazi i Kurban Bajramit. Më pastaj është hutbja, ligjerata që e lexon hatibi i xhamisë, hoxha i xhamisë, imami i xhamisë, dhe pastaj urojnë njëri tjetrin për gëzim, urojnë njëri tjetrin për pranim, urojnë njëri tjetrin që Allahu xhalleshanu t'ju jep shëndet dhe mirësi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira fakabbiruhu takbira. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكبروه تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المؤمنون الحاضرون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله أولا وآخرا وأحثكم على طاعته وأذكركم بما قاله الله عز وجل ألا وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل فمن اتقاه وقاه جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ثم واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين من الجن والإنس حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكبروه تكبيرا.